Në fund të muajit shkurt, Komisioni Evropian i dorëzoi vendeve anëtare raportin mbi ecurinë e Shqipërisë në plotësimin e atyre që quhen piketat e ndërmjetme që përfshin fusha delikate si sundimi i ligjit dhe drejtësia. Për Komisionin Evropian vlerësimi ishte pozitiv. Deri më tani mes vendeve anëtare të përfaqësuara në grupin e punës për zgjerimin Koela janë zhvilluar disa takime. Një proces i cili zgjoi në Shqipëri dilema dhe hamendësime për ngecje apo deri dhe ngrirje. Këtë të diel kryeministri Edi Rama, duke përsëritur se bllokimi shumë përfolur nuk ekziston, paralajmëroi dakordsinë e pritshme mes vendeve anëtare për qëndrimin e përbashkët mbi ato që tani më do të jenë piketat përmbyllëse, objektiva që duhen arritur për t'i dhënë fund negociatave. E përsëris pozitivisht forcat opozitare të Kuvendit të Shqipërisë u bashkuan me shumicën qeverisëse për një rezolut të lidhur me antarësimin në Bashkimin Evropian. Më vjen mirë realisht që ndodhi diçka e tillë, do të ishte mirë të ndodhte vazhdimisht kur flasim për antarësimin në Bashkimin Evropian, por edhe një herë të vetme, prap se prap është një herë me vlerën e vet. Dhe më vjen mirë po ashtu që me sa unë kuptoj, e kanë kuptuar që procesi është i pandalshëm, që bllokimi i shumë përfolur nuk ekziston, që së shpejti do të vi edhe lajmi i ri dhe i mirë, si të gjitha lajmet për hapjen e kapitujve i kapërcimit në fazën tjetër të procesit, dhe do të hapet dhe rruga për fillimin e mbylljes kapitujve të negociatave, kështu që bashkimi sado i befasishëm dhe sado i ngutur në varkën e Shqipërisë Evropiane, ku ne jemi aty prej kohësh dhe ku vendin e kanë gjithmonë aty, është plotësisht i mirëseardhur. Numri 1 i qeverisë u ndal edhe tek digitalizimi i shërbimeve publike, duke theksuar se 95% e tyre ofrohen tashmë në platformën e-Albania. Sot, në bazë të vlerësimit Evropian, Shqipëria është e para në rajon dhe me diferencë nga vendet e tjera të rajonit në të gjithë treguesit e prokurimit publike. Ndërkohë që në disa indikatorë kryesor, Shqipëria ndodhet mbi mesataren e vendeve të Bashkimit Evropian. Për shembull, ndërsa mesatarja e procedurave me një ofertues në vende BE-s është mbi 32%, në Shqipëri kjo shifër është 23.5%, ndërsa në prokurimet për punë publike ajo zbret në 12%. Edhe të dhënat tjera flasin pikërisht për faktin se lufta kundër korrupsionit, e cila nuk është thjesht dhe vetëm lufta në frontin që ne mundësuam dhe që fal vullnetit ton u hap në anën e drejtësisë, por është edhe lufta e përditshme, sistematike në anën e modernizimit të shtetit dhe të ndërtimit të sistemeve që e bëjnë gjithmonë e më pak të pranishme prezencën e korrupsionit. Janë rezultatet që tregojnë se nga njëra anë qytetarët tanë shërbehen tani më prej vitesh me një klik në sistemin e shërbimeve digjitale, ku 95% e shërbimeve që ata kërkojnë nga shteti është në platformën e-Albania, pra nuk janë më radhat, nuk janë më rrushfetet për të kaluar radhën,